Zhurma e makinerive që shoqëroi dhjetorin e vitit të kaluar në lagjen Rilindja nuk dëgjohet më. Aty ku në ditët e dhjetorit punoi me intensitet dhe banorët prisnin ndryshimin e shumë premtuar, sot ka rënë heshtja, një heshtje që nuk përfaqëson përfundimin e punimeve, por pezullimin e tyre, duke lënë pas shqetësim dhe pasiguri për komunitetin. Banorët e kësaj lagjeje e pritën nisjen e punimeve si një lajm të mirë, duke shpresuar se rikualifikimi urban do të jepte fund problematikave të vjetra infrastrukturore, por me nisjen e vitit 2026, ndërsa data shënon 14 janar dhe po mbyllet gjysma e muajit të parë të vitit, në zonë nuk po punohet më. Plagët e lagjes Rilindja duket se nuk po gjejnë shërim. Mjetet e kompanisë që fitoi tenderin për zbatimin e projektit nuk ndodhen më në terren dhe nuk ka asnjë sinjal për vijimin e punimeve. Arsyeja e ndërprerjes mbetet ende e paqartë. Asnjë njoftim zyrtar nuk u është komunikuar banorëve, ndërsa firma e ndërtimit është mjaftuar vetëm me kryerjen e gërmimeve fillestare, duke e lënë lagjen në një gjendje edhe më problematike se më parë. Sot rrugët janë të çara, trotuaret të shkatruar dhe kalimi për këmbësorët apo automjetet është bërë edhe akoma më i vështirë. Në ditët me shi, zona mbushet me balë dhe ujëra të ndenjur, ndërsa edhe pusetat apo gropat janë lënë të hapura, duke bërë që shumë automjete të rrezikojnë të bien brenda. Banorët shprehen se ndërhyrja e nisur pa u përfunduar ka përkeqësuar ndjeshëm jetën e përditshme në lagje. Projekti i rikualifikimit është hartuar nga Drejtoria e Urbanistikës pranë Bashkisë së Vlorës dhe parashikon rikonstruksionin e bllokut të banimit, i cili kufizohet nga rrugët Riza Salati, Hasan Kushta, Mistomele, si dhe bulevardi Gjergj Kastrioti. Sipas dokumentacionit zyrtar, investimi ka vlerën e 45.900.000 lekëve pa TVSH dhe punimet duhet të përfundonin brenda një afati prej 4 muajsh. Megjithatë, realiteti në terren tregon një tjetër panoram. Afatet nuk po respektohen dhe mungesa e transparencës po rrit pakënaqësinë e banorëve, të cilët kërkojnë sqarime, si dhe zgjidhje të menjëhershme. Ata shprehen se nuk janë kundër zhvillimit apo investimeve publike, por kërkojnë që punimet të realizohen me përgjegjësi, si dhe brenda afateve të përcaktuara. Banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse, veçanërisht nga Bashkia e Vlorës, që të ndërhyjnë për të sqaruar situatën, të kërkojnë llogari nga kompania zbatuese, si dhe të garantojnë përfundimin e projektit. Sipas tyre, lënia e punimeve përgjysmë përbën jo vetëm neglizhencë, por edhe mungesë respekti ndaj komunitetit, i cili prej vitesh përballet me probleme infrastrukturore. Për momentin lagja Rilindja mbetet në pritje për rifillimin e punimeve, pritje për përgjigje dhe një pritje për rikualifikim që ende ekziston vetëm në letra. Deri atëherë, heshtja e makinerive vazhdon të jetë një simbol i një premtimi të pambajtur.